Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, gjatë vizitës së sotme në Babaj të Bokës, ku ndoqi nga afër stërvitjen e forcave së sigurisë së Kosovës me aleatët dhe NATO-n, u pyet nga gazetarët për çështjen e ngërçit në kuvend. Kuvendi duhet të konstituohet. Kosova nuk ka kuvend, por Kosova ka qeveri. Kosova ka stabilitet dhe sidomos ju po e shihni sot se si Kosova ka ushtri, tha kryeministri në detyrë. Ai u pyet po ashtu nëse do ta propozoj Fatmir Limajin për kryeparlamentar të Kosovës, duke eliminuar Alburen Haxhiun dhe duke japur rrugë konstituimit të kuvendit. Ne kemi dhënë propozimin ton, tha Kurti shkurt dhe prerë. Politikat e mbrojtjes i kemi zhvilluar si asnjëherë më parë. Ato të kuvendit? Bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tjerë aleate. E të kuvendit? Kuvendi duhet të konstituohet. A ka më konstituoni? Kosova nuk ka kuvend, por Kosova ka qeveri. Kosova ka stabilitet dhe sidomos ju përshëndet sot që Kosova ka ushtri. Apo e bëni Fatmir Limajin kryeparlamentar? Ne dhëmë propozimin tonë. A keni marrë pozitën e kryeparlamentarit? Kujtojmë se 2 javë më parë, kryeministri e pranoi se ka pasur takime me kryetarin e Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj, mirëpo sipas tij s'kan pasur marrëveshje për shkak të pozitës së kryeparlamentarit. Nisma është në kuvend. Kam pasur takime me Limajin, takimet kanë kaluar në një atmosferë ku është rritur besimi e mirëbesimi e vullneti për të bashkëpunuar, mirëpo nuk ka pasur marrëveshje për shkak të insistimit si një lloj parakushti për bashkëpunim në të ardhmen për pozitën e kryeparlamentarit, tha Kurti në një intervistë për RTK-n. Mirëpo Kurti tha se nuk mund t'ia ofrojë pozitën e kryeparlamentarit një partie që ka vetëm 3 deputet, pasi kjo do të krijonte krisje me aleatët e tij qeverisës që janë Guxo dhe Alternativa. Unë jam në koalicion me Partinë Guxo dhe Partinë Alternativa. Partia Guxo i ka 6 deputet, dhe tash një parti me 3 deputet, t'ia jap kryeparlamentarin kur e kam koalicion me një parti që ka 2 fishin. Kjo e dëmton pari parueshëm arkitekturën e marrëveshjes paraprake, që vetë vendosje e ka me Partinë Guxo dhe Alternativën, pra nuk ishte gjë e mundur, tha më tutje Kurti. Sipas tij, Nisma Socialdemokrate ja mundsoi AK-s Ramush Haradinajt t'ia kaloj pragun në zgjedhjet e 9 shkurtit. Është lajm që Fatmir Limaj, komandant Qelliku, siç njihej gjatë luftës, është kryer në kuvend, por le të mos harrojmë edhe një gjë tjetër. Jo vetëm që u kthye Limaj, por ja mundsoi AK-s ta kaloj pragun, përfundoi Kurti. Ndërkohë, pas zgjedhjeve parlamentare të datës 9 shkurt, Fatmir Limaj kishte shprehur gatishmërinë për të bërë koalicion me lëvizje vetëvendosje dhe për të formuar qeverinë, pavarësisht se garoi në koalicion me Haradinajin. Kush të mëson në tavolinë, unë shkoj, ulna për Kosovën, pik. Unë shkoj ulna për tema nacionale, s'është me rëndësi pozicionet, çka po të vyn një qeveri jo funksionale, s'më kem mua në një qeveri jo funksionale, kur nuk hi, një qeveri që është kundër interesave të Kosovës, unë nuk futem, deklaroi Limaj më 20 shkurt.